Faqja që ju po përgatiteni të shikoni është një parodi lajmesh. Kronikat nuk bazohen krejtësisht në fakte konkrete. Korrespondentët dhe analistët nuk janë gazetarë të një film. Ndaj opinionet e tyre, mos i merrni të mirëqëna. Përpara jush, Agim Bajko! Përshëndetje të gjithë miq të Bypassit dhe mirë se erdhët në hapësirën tonë informative. Ashtu sikurse dhe mund ta keni marrë vesh nga mediat, në Shqipëri fiks më datën 23 qershor, u mbajtën në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Për të na folur më gjerë, më gjatë dhe më thellë për këto zgjedhje dhe rezultatin e përftuar prej tyre, kemi të ftuar në studio analistin tonë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Zoti Bajko, po ç'është kjo përshëndetje, ju lutem? Ç'është kjo mirë se ardhët? Po ju keni një javë që më mbani të lidhur këtu në këtë karrike. Po është më se vërtet që ne ju kemi lidhur, por këtë e kemi bërë për të mirën tuaj. Për të mirën time? Po, për të mirën tuaj, sepse po të mos ju kishim lidhur, kush e di se në çfarë studio televizive do të ishit tani duke komentuar rezultatin e zgjedhjeve. Po, keni të drejtë. Por çfarë konkretisht kam fituar unë nga të qenit i lidhur në këtë karrike, mo zoti Bajko? Nuk e di se çfarë keni fituar, por mund t'ju them se çfarë keni kursyer. Dhe çfarë më pas keni kursyer sipas jush? Fillimisht, ju kemi kursyer kohën, të cilën do ta harxhonit duke shkuar studio më studio, dhe së dyti, ju kemi kursyer dhe kilometra të tërë rrugë, por ama, më e rëndësishme është se ju kemi kursyer imazhin. Ju keni mbetur i vetmi analist i panjollosur i kësaj situate postzgjedhore. Se doni të thoni që jam i pakonsumuar? Doja të thoya që jeni komplet i panjollosur, sepse të gjithë kolegët e tu, nga nxehtimi për të qenë sa në një studio televizive, në tjetrën, kanë marrë në një njoll. Dikujt i është derdhur kafeja, dikujt uje, dikujt ndonjë gjë tjetër. Atëherë më duhet ju falenderoj që më keni mbajtur të lidhur, domethënë. Ju lutem. E kemi bërë me shumë kënaqësi dhe me qenë se tani u qetësuat, si thoni sikur të analizonim së bashku rezultatin e zgjedhjeve. Zgjedhje? Po çfarë zgjedhjesh e keni fjalën? Si për çfarë zgjedhjesh? Për zgjedhjet parlamentare pra? Pse pas kemi pasur zgjedhjen e mo? Ore, po ku pas keni qenë kështu që nuk e pas keni marrë vesh akoma që kemi pasur zgjedhje? Po i lidhëm këtë karrike pra, ku t'jem tjetër? Po, keni të drejtë. Harrova që ju ka munguar informacioni për zgjedhjet. Regjia, ju lutem materialin për zgjedhjet. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die finden. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Und darin alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war eher von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlt. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben,
dass ich deswegen Berlin verlasse. Irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Duhet këtë ndodhur në një keq kuptim. Ju lutem regjia, jo materialin 18, po 27-ën. Lere, se mora vesh kush pas ka fituar. Përpara se ju të më lidhin të këtë karrike, mo zoti Bajko, kryeministri erdhi tek unë dhe më tha se ai do t'i fitonte zgjedhjet në një mënyrë plebiscitare. Më fal, po nëse nuk më besoni, po ja u tregoj edhe me foto. E dim se një foto flet më shumë se sa 1000 fjalë, por në këtë rast jemi të prirur të besojmë fjalëve dhe jo fotove. Po nëse doni t'i besoni fjalëve, nuk ka problem. E kam edhe të regjistruar me zë. Regjia, më ndihmo pak me 44 është viti i jetës sime, bekimin më të madh të tij dhe të Zotit. E konsideroj faktin se Zoti dhe 44 më dhanë mundësi mua të jem shërbëtori juaj. Ndaj dhe të ecim së bashku në rrugën e Taflës, në rrugën e Zotit, në rrugën e fatit. Moe Bajko, po çfarë ta ke shkaktuar gjithë të përmbysje, ha? Nuk di çu them. Analisti jeni ju. Duhet ketë ndodhur patjetër ndonjë gjë e pazakont me datën 23 qershor, sepse për ndryshe nuk mund të shpjegohet ky rezultat. Jo shkoj sipas zakonit, por nëse keni dëshirë, mund t'i themi regjisë që të na vendosë edhe një herë kronikën e 23 qershorit, apo jo? Më 23 qershor, 2 ditë pas solsticit veror, një ditë pas SMS së Kreshnik Spahiut për të përkrahur aleancën Kuqezi, dhe 8 orë pas Miss Shqipërisë, shqiptarët ju drejtuan kutive të votimit, ashtu siç kanë bërë në gjithë këto 23 vjet, me duar në xhepa dhe me mendje të kthjellët. Megjithëse vota është e shenjtë dhe jo çdo ditë jepet mundësia për të votuar, shqiptarët nxituan ta përjetonin në aparatet e tyre fotografike këtë çast magjik dhe t'i tregonin botës se ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Shqiptarët votuan, ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Partitë deklaruan fitoren ende pa u mbyllur votimi, ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Jam dhe vetëm i bindur të këtë fitore e merituar e Partisë Demokratike. Fitore shkëlqyer. Si mbas të gjithë të dhënave, një rezultat jo vetëm në kufit e pritshmërisë, madje më shumë se aq. Pas disa çastesh do të shënojmë fitoren historike dhe spektakolare në kryeqytet. Numëruesit e shtyn numërimin, ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Ndërsa ambasadorët ndoqën votimet duke shoqëruar dhënien e rezultateve me nga një gotë verë, ndryshe nga çfarë kishin bërë gjithmonë. Dhe më së fundi, të gjithë festuan fitoren, ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Fitore pa parë, një. E dyta, unë si antar i Partisë Socialiste komisioner, i qendrës së Ridvan Bodës, e munda! E munda! Dhe pas këtij materiali të përgatitur me kujdes nga gazetarët tanë, i rikthehemi edhe një herë bisedës në studio me analistin tonë. Nga fundi i këtij materiali, zoti Bajko, më zuri veshi që ambasadorët e kishin ndjekur procesin duke pirë verë. A mund të ma saktësoni se çfarë vere po pinin? Jam shumë kurioz. Për momentin jo, por mund të lidhemi me korespondenten tonë, e cila mund të na jap më shumë detaje rreth kësaj. Regjia, na mundsoni lidhjen me gazetaren tonë tek Hotel Rogneri. Përshëndetje. Përshëndetje Bajko, si që shikoni këtu situata duket e qetë dhe do të thoja pa probleme me përjashtim të një incidenti të vogël. Çfarë incidenti? Po, teksa po shërbente pijet, kamarieri që me sa mora vesh ishte një djalë nga Laçi, i ka derdhur padashje pijen njërit prej ambasadorëve dhe me sa duket ky incident ka ndikuar edhe në raportin e OSBE ODIR. Incidentet të tjera e njollosën procesin zgjedhor. Ajo ishte një ngjarje trisht, por nganjëherë gjëra të tilla ndodhin. Po mirë, pak më parë ju thatë se njëri prej ambasadorëve ishte njollosur. A mund të thoni nëse njolla është shkaktuar nga vera e bardhë apo ajo e kuqe? Informacionet që kam deri tani nuk janë të qarta. Disa thonë se vera e derdhur në prerin e ambasadorit, emrin e cilit nuk po e përmend për çështje etike dhe për faktin se ai është duke bërgati valigjet për t'u larguar,
Mund të jetë e bardhë, por disa të tjerë thonë se vetëm vera e kuqe lë njolla të dukshme. Mirë, ishte e bardha apo e kuqe se nuk po ju marrvesh? Shanset janë që të ketë qenë vere kuqe, pasi shumica e ambasadorëve që po ndiqnin live procesin zgjedhor kishin porositur verë të kuqe. Vetëm një 2 ambasadore femra kishin marrë verë të bardhë dhe porosia e fundit ishte një birë me një pjatë plot me kërnacka. Herë ju falenderojmë për këtë informacion dhe qëndroni në linjë sepse mund të lidhemi sërish. Regjia, mbylleni komunikimin me gazetarën dhe kaloni përsëri tek analisti ynë. Pra me sa kuptova, zoti Bajko, ambasadorët pas kanë qenë duke pirë verë të kuqe, që është njëkohësisht edhe pija e kryeministrit tonë. Atëherë, përse kjo përmbysje, Xhanëm? Ndoshta nuk do të ketë qenë verë mirë. Edhe kjo mund të jetë. Vera mund të ketë ndikuar në shëndetin e ambasadorëve dhe ka bërë që këta të fundit të mos e ushtrojnë siç duhet detyrën e tyre, atë të përveshjes së mëngëve. It's a beautiful Friday night. People ought to be out having fun and Është një e premte mbrëma shumë e bukur, njerëzit duhet të jenë jashtë edhe të kënaqen. Po prap, kjo nuk e shpjegon dot përmbysjen, sepse kryeministri mund të mos kishte mbështetjen e ambasadorëve që dihet se kanë agjendat e tyre personale, por ama kishte mbështetje nga lart. Me mbështetje nga lart, mos ju nën kuptoni gjë vizitën e Donald Rumsfeldit? Nëse është kështu, kemi një material edhe për këtë. Regjia. You're already an expert after the microphone, I guess. I'm sorry. Microphone. Yes, you bet. I'm not going to walk off with it. They're not going to give you even a microphone after this? No, don't need it. This is incredible. Right now we are. What's my wallet? You've taken my wallet. Where did you find it? Okay. Thank you, sir. I'm sorry for that. Thank you very much. Thank you. Good to see you. Enjoyed it. Po ku e gjetët këtë më Regjia, ju lutem, mos na merrni kohën televizive me incidente të kësaj natyre që nuk mund të quhen as incidente. Pasi nga sa kemi marrë vesh, e gjitha kjo ishte një lojë e stisur për t'i futur në portofol Rumsfeldit biletën e kthimit. Me që, siç thuaj, i kishte harxuar të gjitha parat për biletën e ardhes dhe çfarë i kishte mbetur, i harxoi për të bler librin më të ri të një gazetari të njohur, titulli të cilit nuk është bërë ende i ditur. Por ama kopertina qarkullon në të gjitha faqet e webit. Regjia, ju lutem, tjetër material ju kërkova. Zoti Mediu, ju mbeteni një djalë i ri, ndërsa unë jam plakur. Në fakt, javën e ardhshme pres të bëhem gjysh. Sa për ju, zoti Berisha, po rri në këmbë dhe po flas më gjatë, sepse juve ju ka ikur zëri dhe ju duhet. Kryeministri është aseti të çmuar, por e shoh që i ka ndryshuar pak zëri. T'ja kursejmë zërin sot. Zërin e tij e dalloj nga të gjithë kudo. Ju lutem, zoti Bajko, kur ju thash që kryeministri ka mbështetje nga lart, kisha parasysh dikë që është më lart se një ish sekretar shteti, madje edhe më lart se ai që mendoni juve. Tani ju kuptova se ku e keni fjalën. Regjia, materialin për katës, ju lutem. Nga Papa Gjon Pali i dytë tek Papa Francesku i parë. Çka është në mënyrë të pa mohueshme një bekim hyjnor për fitoren e ardhshme. Pas papës, kryeministri ynë ka arritur të marrë mbështetjen dhe të klerikëve musliman, dhe kjo u pa qartë në një takim që klerikët musliman të rajonit patën me kryeministrin. Përveç mbështetjes fizike, ata e siguruan kryeministrin se do t'i siguronin dhe një mbështetje shpirtërore. I prekur nga mrekullitë e kryeministrit në ndihmë të familjeve të varfra, njëri prej klerikëve i cili vinte nga Turqia, i premtoi se do t'i kërkonte të gjithë besimtarëve musliman që deri në 23 qershor të faleshin për të. Më falni se e zgjata. Shikoj edhe malin e Tomorit, Abazaliun. Abazaliun 23 qershor, bekon kryeministrin Berisha, bekon mandatin e tretë, bekon Beratin, bekon Shqipërinë, përpara fitore. Çfarë mund të kenë ndodhur sipas jush? Kjo ka vetëm një shpjegim, zoti Bajko. Ai lart e ka prerë në besë kryeministrin Berisha dhe do të jetë bashkuar me skuadrën e rilindjes. Po pse ta ketë bërë një veprim të tillë? Do jetë mërzitur nga inaugurimi i tunelit të Krabës. Si duket, do e ketë parë si një sfidë të kryeministrit,
për t'i zënë vendin. Po mirë, në atëherë i kemi pamjet e inaugurimit dhe të vetmen sfidë që kryeministri lëshoi aty ishte ajo që i bëri Ben Blushit. Regjia, pamjet i lutem. Inaugurimi i autostradës ishte rasti të kujtonte deputetit socialist Ben Blushi. Deklaratën e tij se nëse do të realizohet tuneli i Krabës, do të merrte tesërën e Partisë Demokratike. Kam vendosur të ftoj zelinë e Partisë Demokratike dhe t'i dorëzoj dokumentin e Partisë Demokratike. Vetëm një njeri do të ndryshoj duke hyrë duke dalë nga tuneli. Ky është Saliu. Dhe ja them unë se si. Do hyjë si komunist. Edhe do dali si pensionist aty. Më lejoni që t'ju a them se ku qëndron sfida. Drita në fund të tunelit ka simbolizuar gjithmonë bashkimin e njeriut me Zotin, ndërsa tani ajo përdor për të simbolizuar bashkimin e zgjedhësve me tunelbërsin. Më falni, po sapo mora dhe një informacion të fundit në lidhje me tunelin. Regjia? Kjo ishte e pritshme, sepse kryeministri inauguroi tunelin dhe jo rrugën, dhe përveç kësaj, me sa mora vesh unë, edhe një prift i asaj zone kishte bekuar vetëm tunelin dhe jo rrugën. Po, edhe e kemi dhe këtë material. Regjia. Ndërtimi i kësaj rruge na shtyu dhe ne të vim të bëjmë bekimin e kësaj vepre madhështore dhuruar popullit shqiptar dhe të jetë kjo si simbol i dashurisë, një rrugë biblike në cilën udhëtimi të jetë i mbar, pa abarira, të jetë një udhëtim i bukur edhe të sjellë dhe ndërtime të tjera, po si kjo vepër madhështore dhe gjigande. Pra, me sa kuptova, ju mendoni që shkaqjet e humbjes së të djathës duhen kërkuar atje lart. Nuk ka shpjegim tjetër, zoti Bajko. Po më thonë se kemi në linjë gazetaren tonë e cila ka mësuar diçka më tepër në lidhje me këtë temë. Përshëndetje sërish, Bajko. Atëherë, mund ta thoni se si janë marrëdhëniet midis atij lart dhe këtij këtu poshtë? Marrëdhëniet janë shumë të mira. Ai lart vazhdon të mbështesë këtë poshtë, madje ka urdhëruar edhe përfaqësuesit e tij në tokë që të japin gjithë mbështetjen e dur kryeministrit. Pra, ju po thoni se Po ju them se Papa vazhdon të bekojë fitoren e kryeministrit, që nga dita që e ka takuar dhe deri më 23 qershor. Po ashtu edhe kleriku nga Turqia vazhdon të falet për kryeministrin. Madje pasi ka marrë vesh se brenda koalicionit të kryeministrit është edhe një parti që mbështet Erdoganin, ka shpeshtuar numrin e faljeve nga 4 në 44. E cila në qenë nga kjo parti? Po është e njëjta parti që kishte atë propozimin për lejimin e poligamisë. Por ç'të them, më mirë ndiqi vetë pamjet. Këto janë pamjet si ka përfunduar çudia elektorale e radhës në Tiranë. Partia Lëvizje Shqipëria e Re, një forcë politike periferike, po tenton me gjithçka për të fituar ndonjë votues në zgjedhje. Prej ditësh ata kanë shpërndar fletushka në gjithë kryeqytetin për të organizuar një protestë në mbrojtje të qeverisë së Tayyip Erdogan në Turqi. Protesta do të kishte kaluar pa vëmendjen e mediave nëse një grup fare i vogël të rinj nuk do të tentonte një anti-miting. Parulla e tyre, poshtë regjimet autoritare, ka tërhequr vëmendjen e policisë, që kishte rrethuar zonën. Po prishni rendin, po provokoni, keni marrë leç që ndash të sot. Drejta e publikut është universale, ata janë fashista, po Pasi ka zhvendosur grupin e të rinjve që i përket LGBT-s, lëvizja që mbështet komunitetin gay në Shqipëri, deri në ambientet e Universitetit të Tiranës, duke menduar se ka shmangur edhe vëmendjen e kalimtarëve dhe të kamerave, skenat e konfliktit janë kthyer në dhunë të mirëfill. 3 prej të rinjve janë marrë forcërisht dhe pas një motiv të dukshëm, ata janë qelluar vazhdimisht madje edhe brenda furgonit të policisë. Me sa mora vesh, këta do dalin sërish në protest, kësaj herë në mbështetje të Beshiktasit dhe Gallatasarayit, që UEFA i ka përjashtuar nga të gjitha kompeticionet e saj. Ju lutem të mos ndryshojmë temë. Lërini turqit dhe më thoni se çfarë lajmesh kemi nga Tomorri.
Gazeta Tomori ka kohë që nuk del më në treg, Bajko. E di. Nuk e kisha fjalën për gazetën Tomori, por për malin e shenjtë të Tomorit. Nëse i referoheni deklaratës së Lefter Maliqi, do ju thoja se ne nuk mund të komunikojmë dot drejt për së drejt me Abaz Aliun, por ata që munden na kanë thënë se ai bekon fitoren e Berishës, Lefter Maliqit dhe të gjitha atyre që janë me Ilir Metën. Po këta nuk janë më me Ilir Metën. Po Abaz Aliut nuk do i ketë shkuar ende lajmi që Ilir Meta është në koalicion me Edi Ramën, ai kujton se është ende në qeveri me Berishën. Atëherë ju faleminderit për informacion. Kalojmë sërish në studio për të vazhduar bisedën me analistin ton, i cili është duke u përpjekur të analizojë rezultatin e zgjedhjeve, ku ka ndodhur një përmbysje madhe. Atëherë, cili është shkaku i kësaj përmbysjeje? Siç po ju thoja, shkaku duhet kërkuar atje lart. Më falni, por më duhet ju ndërpres, pasi në këto momente kryeministri ende në detyrë pas ka dalë përpara kamerave. Regjia, ju lutem na mundësoni një lidhje të drejtë për drejtë. Nuk u morë vesh qartë, një shtuhi e madhe, ngrohje globale, apo pas lidhje me eklipsin, sepse thuhet që, jo thuhet, po, hëna është pozicioni saj, pozicioni hans është indikueshëm në lëvizjet e ujrave të. Ja pra, kryeministri u shpreh qartë dhe pastër dhe fajsoi hënën për këtë përmbysje rezultati. Ndërkohë që kryeministri ende në detyrë fliste, ne i kërkuam gazetarëve tanë që të bënin një verifikim të vogël dhe ata na raportuan se më 23 qershor hëna pas ka qenë në një pozicion jo edhe aq të zakontë. Regjia. Më herët kryesocialisti publikoi një foto të modifikuar në ngjyrë vjollcë të hënës, që sipas tij është hëna e plotë në natën e parë të rilindjes. Dhe pas kësaj kemi edhe një lajm tjetër i cili me sa duket pas ka lidhje me superhënën. Një statuj, gati 4000 vjeçare, me preardhje nga Egjipti dhe që ndodhet në një muze në Manchester, ka lëvizur. Regjia, pamjet. Shiko, zoti Bajko, nëse hëna ka arritur të ndikojë në lëvizjen e asaj statuje, nuk kemi asnjë arsye të mos besojmë që ajo ka ndikuar edhe në rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Nuk ka dyshim që i gjithë faji është i hënës dhe përgjegjësin kryesor për humbjen e mazhorancës e kanë ata që vendosën 23 qershorin si datë zgjedhjes. Do të thënë, presidenti i Republikës. Po, zoti Bajko. Presidenti i Republikës nuk duhej kurrë që të lejonte që zgjedhjet të bëheshin nën efektin e një hëne të plotë dhe mbi të gjitha në një ngjyrë mavi. Prandaj edhe kryeministri takimin e parë pas 23 qershorit e bëri me presidentin. Nga informacionet që sapo më erdhën, në këtë puç ndaj kryeministrit nuk është përfshirë vetëm presidenti, por edhe TVSH-ja. Ashtu? Po në ç'më mënyrë? Një natë përpara se të më lidhnit në këtë karrike, dhe kur Shqipëria i drejtoi kutive të votimit në ekranin e TVSH-s, mbaj konkursi Miss Shqipëria. E ç'të keqe shikoni ju këtu? A e dini se kush e fitoi këtë konkurs? As që nuk e kam iden fare. Lërmën e t'ju a them unë, më e bukur e këtij konkursi u shpall vajza me numrin 29. Ju duket e rastishme kjo? Nuk e di, regjizori i këtij spektakli më tha se ishte e rastësishme. O zotri i dashur, sipas mendimit tim për analisti, kjo jo vetëm që nuk ka qenë rastësishme, por ka qenë një lëvizje mjaft e studiuar edhe me kryetarin e rilindjes. Mesazhi që është përcjell publikut me këtë konkurs ka qenë mos e i qartë. Shqipëria mund të bëhet e bukur vetëm me numrin 29. Kjo e ka nxitur popullin të votojë masivisht për 29-ën, zoti Bajko. Mua më duket shumë interesant ky këndvështrimi juaj. Çfarë na propozoni tani? Unë propozoj rimbajtjen e këtyre zgjedhjeve në një ditë pa hënë dhe pa konkurse bukurie, zoti Bajko. Në të kundërt, kryeministri të vërë në zbatim planin B. E cili na qen nga ky plan? Përpara se të më lidhni te kjo karrike, lash një kaset në krah të djathtë të pultit të regjisë, në të cilin kam regjistruar të gjitha detajet e planit B. Regjia, vendosi një herë këtë kaset. Morning, gentlemen.
Good morning, Mr. Fredrickson. You ready to go? Ready as I'll ever be. Would you do me a favor and take this? I'll meet you at the van in just a minute. I want to say one last goodbye to the old place. Sure. Take all the time you need, sir. That's typical. He's probably going to the bathroom for the 80th time. You'd think he'd take better care of his house. Më vjen keq, por kësaj here nuk keni të drejtë. Kryeministri Nike ka shkuar përtej parashikimit tuaj dhe na ka vënë në jetë planin C. Regjia më lindi drejt për drejt me Selin e PD-s. Ne sot, të gjithë së bashku, duhet të ndjemi krenar me Partinë Demokratike. Në këto 2 mandate ne bëm vërtet emrin shqiptarëve për të patur rrugë, drita, shkolla, ujë, pothuajse afërsisht si vendet e zhvilluara. Ne ndërtuam rrugën e kombit. Që bashkoj shqiptarë, ndërtuam rrugën e Elbasanit, që bashkoj kryeqytetin e Elbasanit, ndërtuam gjysmën e rrugës Arbrit, segmentit më të vështirë të Boshtit Jugut, dhe do ta ndërtojmë atë në mandatin e ardhshëm. Kam vendosur të jap dorëheqjen në atë butë. Cili është komenti juaj pas kësaj deklarate? Ju falenderoj jashtëmase që më keni lidhur, sepse nëse nuk do të më kishit lidhur në këtë karrike, nuk e di se çfarë mund kisha bërë. Jam vërtet shumë i befasuar dhe shumë i zhgënjur nga kryeministri. Pas gjithë këtyre mrekullive që ka kryer, dorëheqjen nuk duhet ta jep ai, por populli. E pas kësaj nuk më mbetet vetë se t'ju falenderoj që ishit këtu në studio dhe t'ju kërkoj ndjes që ju mbajtëm kaq gjatë. Po ju apranoj ndjesën, zoti Bajko. Por tani, ju lutem, hajdeni dhe më zgjidhni nga kjo karrike. Hajdeni, hajdeni. Më vjen keq. Ne dim vetëm t'ju lidhim, për t'ju zgjidhur nuk kemi mësuar ende. Publicitet.